Atëherë Ermal të dëgjojmë edhe përfaqësuesin e Lëvizjes Bashkës, sa po dëgjuam Elton Laskën, sekretari i përgjithshëm, Shqipëria bëhet për shkak se kryetari ishte në një obligim dhe unë thira sekretarin e përgjithshëm. Ju na ndoqët komplet, ishit të jeni të studiu, jeni këtu afër nesh. Ju si e mendoni tani? Do t'i bashkoheni kësaj nismes së Zotit Asimi apo jo? Faleminderit Zoti Rakipi, unë dëgjova me vëmendje. Unë do doja të ndalesha tek 2 ose 3 momente. A është e vërtetë që sot jemi përballë të së vërtetës që e ka identifikuar SPAK-u, ku zëvendës kryeministrja është kapur duke vjedhur të paktën 53 milionë. A është e vërtetë, them disa fakte, ju lutem. Tani unë ju dëgjova me shumë respekt, nëse keni mundësi ose dëshirë që të më dëgjoni. Kjo është një përpjekje për të më larguar nga biseda. Nuk do të largohem nga biseda. Nëse më largohesh nga biseda, ne do ta ndërpresim këtu. Jo, kemi një bisedë shumë thjeshtë. Ju dëgjuat Zotin Asimia folin fillim. Qartësisht. Objekti i tij. Çfarë ai ka shpallur bashkë me grupin e vet. Qartësisht një gjë e thjeshtë e qartë për të kuptuar dhe për të bërë nëse do bëhet. Pastaj unë pyeta 2 përfaqësues të forcave politike që duhet i bashkohen opozitës madhe, Sali Berishës, tani, apo jo. Tani po ju pyes ju, në qoftë se do të flasësh për Belinda Ballokun, unë do ta pyes, kam thirr Klosin pjesën e dytë, në qoftë se do të flasësh për digitalizimin, për e-Albanian dhe këtu ne ndërpresim. Jo, nuk po flas për atë. Do të përgjigjesh pyetjes time. Po. Pyetja juaj është në lidhje me forumin politik që ka propozuar Zoti Asimi, apo jo? Sigurisht për atë, se ti na ndoqët deri tani. Forumi politik nuk ka ardhur si një propozim që Zoti Asimia nuk kishte ndonjë punë tjetër për të bërë. Po sigurisht po ka ardhur me shumë më përgjegjësi. Absolutisht pra ka ardhur si pasojë. Mos të kam thirrur për të folur për rëndësinë. Po tani, a do më lesh që të artikuloj dy gjëra? Jo, pra, nëse do të... Po jo ti më prish programin. Po nuk po të prish pra, ti unë po të pyes dhe dua... Ta mbaro një fjali. Nëse ti... Mbaro 30 fjali me që... Po bën kërkesë. Sa është e tema? Faleminderit. Atëherë, Besarti thot të mbaroj. Kemi marrë një propozim nga Zoti Asimia dhe një grup intelektualësh, të cilët kanë evidentuar që në Shqipëri kemi disa forca politike opozitare. Të gjitha këto forca politike opozitare thonë që në Shqipëri korrupsioni është në nivelet më të larta të mundshme. Zëvendës kryeministra, pavarësisht se është kapur në vjedhje, nuk e jep dorëheqjen dhe qeveria e ka marrë në mbrojtje, vetë Zoti kryeministri ka dalë dhe bën avokatinë e zëvendës kryeministrës. Tek akshi janë vjedhur mbi 100 milionë euro dhe të gjitha ato të tjera të cilat ju i dini shumë mirë që kanë ndodhur deri më sot në Shqipëri. Tani, më shumë se ty sepse merrem me median. Pikërisht pra, për ta përmbledhur po them. Tani vim se cili është problematika që me të gjitha këto zollumet nuk jep dorëheqjen askush dhe pengohet drejtësia për të bërë punën e saj. Problematika është që këtu kemi 140 deputet në Parlamentin e Shqipërisë, nga të cilët mbi 80% nuk janë votuar nominalisht nga qytetarë shqiptarë, por kanë dalë aty si rrjedhoj e vullnetit të kryetarëve të partive. Pra partia... Pra, kodi zgjedhor... Të lejova? Ato kthehemi të lutem se ku është kodi? Jo. Në qoftë se ti do vazhdosh të më përshkruash mua cilët janë dhe si janë zgjedhur 140 deputetët e Parlamentit shqiptar, mund të ndërpres, sepse ka ftuar njerëzit të dëgjojnë deri tani çfarë dëgjuan. Ti po flet mua kodra pas bregut i dashur. Kodi zgjedhor thelbi i kësaj i forumit politik. O zotri, po është kodi zgjedhor thelbi. Kodi zgjedhor është... Po çfarë lidhje kam, nuk e kam emisionin për kodin zgjedhor. Erën tjetër do të tres ty për kodin zgjedhor, po do bëj një gjë. Se jemi përgjigjur ne pozitivisht. Po të them, se vetëm ta janë përgjigj pozitivisht. Po të them. Ti po shpjegon tani pse ftesës e Ermal Asimes jeni përgjigjur pozitivisht vetëm ju. Nëmëroj 1, 2, 3, 4 dhe popullata ta dëgjoj që ju jeni me këtë. Po e thoshe më gjithë fillim. Po më dëgjo pra se s'po më një gjë, nëse ti s'do të më gju, në dakord ti. Por e ti bie nga kina më vëlla, po është shumë gjatë. Ti thuaj ne jemi me këtë, okej?
Po, nëse nuk do në një gju, dhe nuk ma kupton thelbin, s'ke se si ta kuptosh se sa dakord je. Unë jam shumë i bindur që ti je dakord me mu, kështu që më lërë që ta jam më burë, po ti thuaj pyetjen, përgjigju pyetje që po të bëj. Atëherë, kodi zgjedhor është absolutisht ai i cili e ka deformuar sot politik bërje në Shqipëri. Ajo që u ndryshua në 2008... Të kodi zgjedhor i dashur, di gjeti kush e ka bërë? Partia Demokratike me Sali Berishën dhe Edi Rama me Partinë Socialiste. Dhe tani ti po shkon me Saliun që ta ribësh të kodë? Po pse kush do ta bëj këtë kodë prapë? Atëherë, a ka mundësi që në të gjitha ligjëratat e juaja, unë një gjova bashkimi, jo po koalicioni, jo më zotri, nuk ka as bashkim me Partinë Demokratike, as koalicion me Partinë Demokratike. Ka negociata të cilat flasin se si ne të ndryshojmë kodin zgjedhor i cili na ka sjellë sot në këtë pikë dhe negociatat se si ne të rrëzojmë këtë qeveri të korruptuar. Këto janë dy gjërat kryesore. Në qoftë se ju më thoni që do duhet presin qytetarë shqiptar që Partia Shqipëria bëhet, apo çdo parti tjetër e re apo e vogël në Shqipëri do duhet rritet dhe të bëhet e madhe për të ndryshuar ato çfarë e kanë sjellë Shqipërinë sot në këtë pikë, atëherë ne do duhet presim edhe të paktën edhe 20 vjet tjera. Ne mendojmë që Shqipëria nuk ka kohë për të prit edhe 20 vite të tjera dhe ne do duhej që në këto kushte ku ndodhemi. I dashur Elton, nuk po të kuptoj çfarë je duke thënë. A mundet të më sqarosh mua fare thjesht pyetjen që të bëra? Ti dhe partia tënde, Shqipëria Bëhet, bashkë me zotrin që mungon sot këtu, kryetarin, do t'i bashkoheni iniciativës, nismës, së fuqishme, të ermalasimes për të bashkuar opozitën sipas kritereve që janë përcaktuar në këtë nismë dhe që ka ditë që po diskutohet. Unë po të sqaroj që ne nuk i bashkohemi asnjë partije. Ne kemi vendos pikat me të cilat mund të bashkëpunojmë në lidhje me... Nuk po bashkohen partit. Po kush po bashkohen? Nuk po bashkohen partit. Po kush? Po bëjmë një platformë të përbashkët në këtë fazë... Po kush është ky që bën platformën? Po them po bën platformë. Ore kush është, zotri, a mund të më shpjegosh? Kush është ky që bën platforma pa emrin e partisë? Ore jene vetë ti? Sekonda se nuk jemi sot në fushat zgjedhore. Jemi në një fazë protestë. Ore ti fushat zgjedhore, sot je në fushat zgjedhore më shumë se kur. Ai ka ngritur çadrën në zotri ka ngritur çadrën përpara zyrës kryeministrisë. Ne po protestojmë prej 57 ditësh. Politike, me as kauzat e veta forca politike. Dhe kemi kërkuar që të bashkohen shesh të gjitha forcat opozitare. Do bëni këtë gjë me të njëjtin flamur se ti ishe atje, vajte bashkë. Do merrni flamurin kombëtar dhe do bashkoni bashkë me Ja merr flamurin kombëtar apo merr flamurin Partisë Demokratike apo merr flamurin Shqipëria Bëhet. Çështja është e tillë që partitë se u dëgjoj shumë herë që partitë e mëdha duan të mbysin partitë e vogla. Po në fakt partitë e vogla, garancinë dhe mekanizmin kryesor për mos të mbytur është partia e madhe. Po ky ka ikur nga aty, o zotri. Nuk ka problema, le të vazhdoj ikur, nuk ka problem, unë e respektoj platformën, individualitetin, besimin, edhe mendimet e ndryshme. Por nëse partitë e vogla duan të mbrohen nga shuarja në të ardhmen, mekanizmi kryesor ngelet dhe Partia Demokratike. Pra një bashkëpunim në këtë mekanizëm. Sepse këtu qëndron... Popullata po më shkruaj që duhet agron thorë fjallë dhe por që ti detyrosh të thuash apo bashkojnë në Saliun është popullata thotë do ndrojmë kanal. Brutale që ai s'ta pranon atë gjë kurrë, t'ja thua. Kryqet emisionet.